200.000 vota më pak në këto zgjedhje në raport me zgjedhjet e dhjetorit, është edhe statistika tjetër e saktë e KQZ-s, por po u majtën zgjedhjet sërish. Ka rrezik që ky trendi protestës njerëzve, i bojkotit të shkojë në shifra më të mëdha. Edhe më pak, shumë më pak shkon. Dhe për të fare nuk shojnë hallin politikanë, se në demokraci në fund fitues është ai që merr me shumë vota dhe humbës është ai që merr me pak. Çka duhet ndodhë që politikanët si zoti Kurti dhe tjerë ta marrin leksionin? Çka duhet Kosovës? A din pse Kurti fiton? Për shkak se Kurti mirret me politikë. A gajlohen për bojkotin këta lider? Jo, more pesë parë si japin. Çka i detyron këta politikanë të ndryshojnë? Kush? Vesh në qytetari. Si? Qytetari shkon edhe voton ata që mendon Nëse bojkoti rritet. Nëse bojkoti rritet, kjo është mesazh, po problemi është që prapë bojkoti këta nuk i lën shpi. Këta nuk i lën shpi, se ne edhe kur po votojmë, a e ke vrejt, betejë më e madhe bëhet 1, 2, 3, 4, 5. Pse? Për shkak se shumica e njerëzve që i ka bindjen partinë veç, a i shkon edhe ja fut partisë edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edhe e ke vrejt që zakonisht që ta numra marrin vota më shumë. A dini sa njeri thot, ja marr ja futa që aty pe një dejnë Çka do të detyron të këta njerëz të ndryshojnë? Ta lexojnë sakt vullnetin. Njerëzit kur dalin me votu, është mirë me kqyr mirë, kujna pi japin votë. Qysh peqesin votën? Mos me qit votë për inati. Për shkak se për atë arsye përdoret kjo gjuhë në vendin tonë që me ndërtu polarizime, me ndërtu inati edhe me na detyru neve si qytetar me votu për inati. Jo, valla, ne për inatit këti ka me votu që ta. Nëse qojnë vendin sërish në zgjedhje, ne të votojnë, si të duhej njerëzit të rakën, vetëm përmes bojkotit? Jo, po çato po mundon me sqaru. Po me dalë në votime është mirë. Po ne të votojnë ata për cilët për një me e meritojnë me qenë aty. Kush e meriton? E meriton dija, e meriton kompetenca, çto dyja janë primare, e meriton patriotizmi, që janë tri, se ty pa e dasht venin të ndë dhe së në mbron. Ka shumë rëndësia dhe trashëgimia, për ndodhë kjo të Sala Jashari, për shembull mrena PDK-s. Po, kompetenca edhe dija, edhe njerëz që jenë guximi, po. Edhe njerëz që janë të argumentuar me punën e tyre që e kanë bën. Dëgjon, si mund t'i besoj unë dikujt që kur post publik një jetë tina s'ka pas. Qysh e di unë është i mirë as është. Po më dohet me përmen Athinën antike. Kemi këta teorician filozofisë politike, për shembull, si Platoni, që ka qenë kundër demokracisë, Aristoteli ka qenë shumë skeptik. Nuk ka qenë i balansuar, po Platoni, pse ka qenë kundër? Për shkak se Platoni ka thonë mes tjera që shiqa mundet me pas një, për shkak se kanë qenë njoftën sofista, mundet me pas njerëz që flasin shumë bukur, po s'dinë sen. Edhe që ata që flasin shumë bukur e kanë mundësin me marë pushtetin. Aristoteli ka thonë drejt vote ka si ai që di me logjiku, si ai që edhe këto është rreziku. Demokracia, Po, kjo është demokracia. Po du me thonë që edhe ne ndoshta po i vujmë që të pasoja. Që vendosin për bojkot njerëz, edhe në shifra më të mëdha se kjo e 63%, nëse vendit nuk do t'i jepen institucionet, druaj që kjo konjunktura e udhëheqësve politik nuk gajlohet shumë. Ja, po e thash. Jo, pes pare si. Nuk gajlohet shumë, me qenë se betejë aty në për numra, për rezultat. Betejë aty për mirëmbajtje të pozicioneve të tyre. Për përqindja, se ka gajle që i ka hup 100.000 vota, po dele dhe thotë unë i kam 42%. Base se kanë gajle asë që se ka gajle që një raport kritik me Bashkimin Evropian nuk ka marrë statusin e vendit kandidat për ata se nga vitin 2022. Ka një raport kritik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që po e thojnë për det. Nuk di se si po operon në marrëdhënie ndërkombëtare. Me një rend kritik geopolitik,
Edhe me shqetësimin për investimet makroekonomike strategjike, siç është ajo në sektorin e energjisë, ku pas shqetësime nga Shqipat, jeni me ne ose në ndikimin Rus. e varësisë. Jo mëre, Rus. Rus, direkt. Po, shumë thjesht. Me ne ose me Rus. Kështu që në qoftë se folët Mjaft këto probleme në mbrojtje. Ne Po jo, po kjo- të flasim kë po akomodojmë, si ta akomodojmë e të tjera të tjera. Kjo më shten edhe ma shumë me mendu në qoftë se i mendoj deklaratat e Zotit Kurti në raport me gazin Amerikan, po të deklaratat e partive tjera politike në raport me të njëjtën temë më vjen me dyshu që mundet me pasën një bashkëpunim mes partive, për shkak se mendoj që ajo duhet jetë tema primare. Interes strategjik edhe kombëtar. Edhe në qoftë se Kurti thotë unë jam kundër dhe këto tjerat janë pro, ku bashkohet? Këto është çështja, edhe pse kur s'po e kuptoj, t'ju them drejtën. Për shkak se unë nuk po du të them absolutisht s'du me besu që Albin Kurti është pro-rus. Po mendoj s'kish me pas logjik. Ngarkuara me puna ambasadën amerikane tha qartë. Jeni me ne ose me ata. Ata, po. Shpejt kjo kohë duhet të kryet. Nuk po e kuptoj pse ky njeri i thot jo, për shkak se në fund të ditës, ndëgjoj, gazi amerikan nuk është për neve veç gaz. Nuk është veç energji. Harrone atë punë. Për neve është siguri. Për neve është kufi Për amerikan. botën sot do siguri. Jo, për neve, për botën. Po flas për neve sa është e rëndësishme për shkak se jemi normat doptit në botë, edhe ekonomikisht, edhe ushtarakisht, edhe Në çdo çdo pikpamje. Po. Kështu që për neve kish me qenë kufi amerikan në Kosovë. Tjetra, të e pas parasysh edhe Greqia, rëndësinë që e ka për Greqinë. Shumë let ne do ta merrshim njohjen e Greqisë. Mjafton veç me thonë, në popel shojmë, po bina njohjen. Për shkak se ç'shtu bëhen këto. Ky pse po e nalën e se di. Më fal, po nuk di me lexu këtë pjesë. Pse? Çka? Nuk di. Thonaj të falenderoj për kohën në këtë analizë. Falenderoj. Temat jetike të një kosovari ordinar të rëndëm që qëtë nga mëngjesi në ndarkë që bën gjumin në taksiratet socioekonomike e gajlet nga më ndryshmet, nuk i trajtuan fare, sepse gajlet e tjera Jo, problemi është se politika jonë. dhe kjo është një bilans. Tashti në qoftë se ne dojmë me fut qytetarin depresion, vim një ditë dhe e marrin në dhe atë. Po probleme të tjera.